Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. S'ka dëshim vëllezër se feja jonë madhështore, feja islame, e përhap moralin e mirë, sjelljen e mirë në mesin e njerëzve dhe i përhap vlerat e virtytet madhështore në mesin e tyre. Në mesin e vlerave, moraleve që feja islame vëllezër i ka kushtuar vëmendje të madhe dhe e ka përhap me të madhe mesin e njerëzve, është edhe optimizmi edhe shpresa. Këta e vrejmë edhe tek vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose si ai sallallahu alaihi wasallam e fuste optimizmin dhe shpresën në shpirtrat e shokëve të tij sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Dhe pra këto dy morale, këto dy karakteristika janë tepër të rëndësishme për lumturinë e njeriut në këtë botë. Ose optimizmi, shpresa bën që ti me pas zemrën e hapur, bën që ti me kanë i qetë shpirtërisht, bën që ti me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Bën që ti kur dëgjon një fjalë të mirë, prej saj me prit vetëm të mira. Pse se e ke zemrën e hapur, e ke shpirtin e qetë. Pra optimizmi, shpresa ta gëzon zemrën, ta gëzon shpirtin, e pashtu ta gjallëron shpirtin ton, trupin ton, të nxit që me vepru punë ndryshme, edhe mos me stagnu në vend. Pra forcon atë vendosmërinë tek njeriu. E në kundërtën e kësaj vëllezër, ajo që është e rrezikshme është pesimizmi dhe dëshprimi, humbja e shpresës. E kjo padyshim që ka pastaj rezultate të rrezikshme për njeriu, për fenë e tij, për dunjan e tij, pse se ndikon negativisht në shëndetin ton, e po ashtu ndikon negativisht edhe të dobëson lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër, shpresa edhe optimizmi, lumturia është ajo që ty të nxit, apo më thon secili njeri e nxit që ai më përpjek fort edhe me nxitu përpara me punë të mira, gjithmonë duke shpresuar mirësinë e Allahut subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. E po ashtu edhe vëllezër, kjo ka ndërlidhet, ka të bëjë edhe me çështjet e fesë. Pra pse na punojmë, pse veprojmë punë të mira, pse shpresojmë, jemi optimistë se Allahu subhanahu wa taala ka më të shpërbly. I shpërben ata njerëz që bëjnë punë të mira. Pa shpresa optimizmi po ashtu të bën që ti me kanë i qetë vëllezër. Me kanë i qetë, me kanë rahat kashia asaj që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe e din se çdo gjë që ta ka caktuar Allahu, ajo është hajër edhe mirësi për ty. Inshallah dietari i madh Islam ibn Hajeri rahimahullah ka thënë, në shpresët është një sekret i mahnitshëm, thotë se sikur mos ishte shpresa në jetën e kësaj bote, thotë askush nuk do të mund të vepronte. Nuk do të mund të mend të jetë kënaqshme dhe të rahatshme. Thot mirë po, ajo çfarë qortohet prej shpresës të shpresa e kotë, shpresa e gënjeshtërt. Pra kur njeri thot vrapon pas shpresave, mirë po pa ba punë të mira dhe pa u përgatit për botën tjetër. Po dhe shpresa, pra që është ajo shpresa që ty dëmton. Kur ti shpreson se ki më shpërblyt e Allahu subhanahu wa taala, kur dilsh për Allahut edhe ki me kanë prej banorëve të xhenetit, mirë po realisht nuk ja ke bë hizmetin. Do sa ke qenë këtë botë, nuk e përgatit ashtu siç duhet. Dhe kjo shpresë vëllezër është e kotë. Kjo është kur njeriu e rran edhe gënjen veten e vet. Mirë po, origjina e shpresës dhe në origjinë, do të thonë shpresa patjetër duhet me ekzistu tek njeriu në jetën e kësaj bote. Ka njëri prej poetëve, siç ka thënë ma adhiq al-aisha, thot sa e ngushtë dhe sa e rëndë është jeta laula fushatul amal. Sikur mos ishte dona e gjerësia që të jep shpresa në Allahun subhanahu wa taala. Arsye vëllezër vëmë se në shumë ajete të Kuranit dhe në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi nxitje që ne të pajisemi me këto dy morale madhështore. Pra mu pajis me shpresë edhe me optimizëm. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dini, të gjithë ka qenë njeriu që thonë ka përkthyer dhe ka praktikuar më së miri Kur'anin në jetën e vet. Andaj vrejmë jetën e tij vëllezër se jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë përplot optimizëm dhe shpresë. Përkundër asaj se e ka sprovu Allahu subhanahu wa taala
me sprova të rënda. Që do të fëmijët i kanë vdek duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me përjashtim Fatimës që ajo ka vdek një 6 muaj pas vdekjes së tij. Pastaj është provuar me sprova të rënda ndavet në kumtimin e shpalljes të Allahu subhanahu wa taala, kundërshtimin që ja kanë bërë popullit i tij, luftat e ndryshme, varfëria, frika. Megjithatë vëllezër, ai nuk është dorëzuar mirë, po e ka kaluar jetën si optimist. Pa për sprova me cilat është përballur pejgamberi sa më është se edhe populli i tij e kanë përzan nga Mekja, nga vendlindja e vet. Këtë ngjarje na përshkruan Allahu subhanahu wa taala kur thon në Kur'an ku thot illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Tad nëse ju nuk e ndihmoni atë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu tashmë e ka ndihmuar. Tad kur jo besimtarët atë vetë të dytën, pra pejgamberi sa më dhe Ebu Bekrin i nxorën nga Mekja idh huma fil ghar. Këta dy, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekri ishin në shpellë duke u strehu. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur ai i thoshte shokut vet pra Abu Bekrit, mos u piklo, mos u trishto, mos u tut, se Allahu është me neve. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dhe në atë çast Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të. Dhe e ndihmoi me ushtri që ju nuk i pat. Po sqaron edhe këto ajete Allahu subhanahu wa taala se si e ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe se si e ndihmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe nëse krejt njerëzit tërhiqen prej tij. Po tregon se e ka ndihmuar në momentet më të vështira, në krizën më të madhe. Por kur populli i tij e ka nxjerr nga Mekja, pasi që kanë dashur me bë atentat në to edhe me evra. Do derisa të është detyruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se ai me ik nga Mekja edhe mos rrehun shpellë. Po thot Allahu thani ethnein, veti i dyti, pra ishte së bashku me shokun e tij të pandashëm që e ka pas këtë botë, që e ka edhe në varr, e që do ta ketë edhe në ahiret, e që është Abu Bekri radhiyallahu an. Thot idhuma fil ghari, kur ishin në shpellë. Duke u strehu, do të thot për shkak të se mushrikët e Mekës, paganët e Mekës, i dhujtarët e kërkonin me ngun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokun e tij për ta vrarë. Edhe kishin dhënë shpërblim shumë të madh për atë person i cili jep informacione apo e vran pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë gjendje të rëndësishme, këtë vështirësi të madhe, Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dha qetësi, i dha stabilitet, qëndrueshmëri në zemrën e vet. Dhe tregon se si pejgamberi alayhis salam i tha Abu Bekrit la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur e pa se Abu Bekri shqetësohej shumë, nuk shqetësohej vëllezër ai për veten e vet, ai shqetësohej për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa këta, pejgamberi alayhis salam i tha la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u mërzit, mos u shqetëso se Allahu është me neve. Do të Allahu na ndihmon, Allahu na përkrah. Jemi në dorën e Allahut, jemi në kontrollin e Allahut subhanahu wa taala. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu thot i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjersa ishim në shpellë, law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarna. Sikur ndonjëherë prej tyre, do ata ju na afro vëllezër afër shpellës, edhe thot sikur ta hidhnin shikimin poshtë do të na shihnin. Mirë po Allah ka bërë perde mes tyre dhe mos me pa. Thot më tha pejgamberi alayhis salam ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnayn Allahi thalithuhuma. Bithnejnillahu thalithuhuma. Çfarë mendon Abu Bekr për dy persona që Allahu është i treti i tyre, po me ndihmën e vet, me përkrahjen e vet. Thot Allahu fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Dhe kështu Allahu e zbriti qetësinë mbi të. Qetësinë e tij sekine, pra Allahu e forcoi, i dha paqe, i dha stabilitet, ja forcoi zemrën. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Edhe e përkrahi me ushtri që ju nuk i shihni, nuk i pa domthon ushtritë e engjëjve, cilët zbritën për me përkrah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pra shikoni në këtë gjendje kaq shtrën, nuk i ka humbur shpresat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Allahun ndihmën e tij, përkundrazi ju ka mbështet tërësisht dhe ja ka lënë tërë çështjet e veta në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë pe udhëzimi i tij sallallahu alaihi wasallam është se ai e ka darë gjithmonë optimizmin. Edhe ka thënë është fjala e mirë, që kur e dëgjon domethënë çka ajo të gëzon. Edhe fut gëzim tek ti. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç përmendet hadithe, i ka pëlqyer optimizmi
Pse se pesimizmi që është e kundërta optimizmit, vëllezër, kjo është mendim i keq në Allahun subhanahu wa taala. Pra na si besimtar, vëllezër, jemi të urdhëruar që në çdo gjendje që jemi me pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. E por të vëllezër, si musliman edhe si muslimane, mu mundu, aq sa ki mundësi me përhap optimizmin edhe shpresën mesin e njerëzve, me fjalë të mira, me sjellje të mira. Mu mundu me fut gëzim edhe lumturi në veten tënde, në familjen tënde, tek bashortja jote, tek fëmijët e tu, njerëzit në përgjithësi, prindët e tu. Me fjalë të mira, me veprime të mira. Shkallëzër, për gjërave që e konfirmojnë rëndësinë e optimizmit dhe shpresës është edhe vetë hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot qabla mautihi bi 3 ayamin yaqul, 3 ditë para se me vdek, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e kam dëgjuar duke thënë la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Askush prej jush të mos vdes ndryshe veç se duke pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Me pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Hadithin transmeton Muslimin sahihun e vet. Që shki mendim mirë vëllezër për Allahun, ki në atë gjendje do siç e dini, njeri kur është në agoninë e vdekjes duke dhënë shpirt në gjendje shumë e rëndë, edhe mundet të ardhë mendime ndryshme, mendime të këqija. Mirë, po pikërisht në ato mendime ti nuk duhet me leju, do thotë që me të kaplu ajo gjendje e rëndë shpirtërore, edhe me të hup ymytje dhe shpresa në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Po thotë pejgamberi asesi mos vdesni ndryshe veç se duke pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Pra me ta mujt ajo ana shpresës, edhe me shpresu që Allahu ka më të fal, Allahu ka më të mëshiru. Pse nëse është e kundërta vëllezër, në atë gjendje me ta kaplu ana e frikës, atëherë Allahu na ruaj, njeri mundet me hub shpresën në mëshirën e Allahut, edhe kjo do të jetë fatale dhe shkatruese për të. Se vdek në gjendje, do të thotë që është me mendim jo të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, hadithi pra na nxit që mos me hum shpresat në mëshirën e Allahut, mirësitë e Allahut edhe në jetën kohë, me shpresu fort, me këmbgul fort mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, në veçanti kur jemi në momentet e vdekjes. Këtë gjendje vëllezër e vrem edhe tek pejgamber tjerë, alayhimus salatu wassalam, e vrem se si kanë qenë në jetën e tyre njerëz optimist, që kanë pas shpresë të madhe në Allahun subhanahu wa taala, edhe kur i kanë thirr popujt e vet. Shkon të zëre diri ngjarjen e Jakubit alayhis salam me djalin e tij Jusufit alayhis salam. Kur i ka urdhëruar bijtë e vet që me shku me kërku Jusufin, tregon Allahu në Kur'an thotë ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. O bijtë e mi, shkoni dhe kërkoni, hulumtoni për Jusufin edhe vllain e tij. Wala tayasu min rauhillah. Dhe mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sepse vetëm jo besimtarët e humbin shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Shkon vëllezër fillimisht po i urdhron që me i marrë shkaqet, pa dyshim do të me i marrë shkaqet. Idhhabu fatahassasu. Shkoni edhe hulumtoni. Mirë po të njëjtën kohë, po shkoni hulumtoni përpiquni fort, mirë po la tayasu min rauhillah. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pra siç e cekëm vëllezër në fillim dersit, pse se nëse të humb shpresa nuk mundesh më me vepru, nuk i vullnet. Pra shpresa vëllezër dhe optimizmi është ajo që ty të bën patjetër që ti me nxitu për para me punë të mira, ndërsa dëshpërimi, humbja shpresës, ngesja prapa, kjo shkakton ndonjë të madh vëllezër, në dunjan tane edhe shkakton ndonjë të madh në fen tane. Po kur ti e shpreson mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, patjetër që ki me nxitu drejt saj duke bërë punë të mira. Patyshim që gjëja vëllezër që më shumë ti ne e shpresojmë, është që Allahu më na fal, që Allahu më na mëshiroj dhe më na fund xhenetin e tij. Kjo është duhet me kanë vëllezër shenja e besimtarit në jetën e vet, shenjë dalluese e tij, pra shpresa në Allahun subhanahu wa taala. Për haditheve tjera vëllezër madhështore që e pohojnë këta është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Të është e çuditshme çështja e besimtarit, e tërë çështja e tij është khair, mirësi për të. Wa laysa dhalika illa li ahadin illa lil mu'min. Thotë pejgamberi mirë, po kjo thotë nuk i përket askujt tjetër përveç se besimtarit. In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu. Nëse Allahu e jep ndonjë të mirë, thotë falenderon Allahun, andaj kjo është më mirë për të. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khayran lahu.
nëse e godet ndonjë e keqe, thot duron, e përballon me durim, andaj edhe kjo është më e mirë për to. Ky hadith është një hadith madhështor që e nxit muslimanin, e nxit besimtarin që gjithmonë më shpresu hajër edhe mirësi të Allahu subhanahu wa taala në çdo gjendje. Qoftë në gjendje kur është mirëqenie, qoftë kur është vërtetësi. Po in sabathu darra'u sabr. Nëse goditet nga ndonjë e keqe, duron ndaj caktimit të Allahu subhanahu wa taala. Kërkon falje prej Allahu subhanahu wa taala. E pret ndihmën e Allahu subhanahu wa taala, çlirimin e Allahut, edhe shpreson shpërblim te ai. Andaj kjo është hajër, është mirësi e madhe për to. Dhe në jetën nëse goditet nga e mira, begaton Allah më ndjen të mirë në fe, për shkak të jep dije dobishme, ta mundson me kryen ndonjë vepër të mirë, ta jep ndonjë begati në veten tënde, në familjen tënde, në pasurinë tënde. Më një herë falenderon Allahun subhanahu wa taala. Me zemër duke e ditë se këta ki prej Allahut, jo prej vetes. Me gjuhë, e shpreh me gjuhë edhe me gjymtyr. Thot, e kalon pasaj jetën duke qenë i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, jo mos mirënjohës ndaj tij. Edhe kjo vëllezër pra është hajër për besimtarin. Pa kështu është vëllezër besimtari jeton mes tyre dy gjana, mes dy hajrëve dhe tërë jeta e tij është hajër. Dhe kjo po thotë pejgamberi sa më është vetëm për besimtarin. Shallëzë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kështu vëmendje të madhe shpresës edhe optimizmit edhe e ka futa, e ka ngulit, e ka rënjos në zemrat edhe në mendjet e sahabive. Madje edhe në rrethanat më të vështira, tregon Khabab ibn al-Arat radhiyallahu an, kur kanë qenë në Mekë dhe janë përballë me tortura të mëdha nga mushrikët e Mekës, thotë kemi shkuar me anku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë dhe i kemi thënë ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. A nuk po kërkon ndihmë nga Allahu për neve, a nuk po e lut Allahun për neve? Do na nuk po shes se çfarë po na bëjnë mushrikët për torturave, vrasjeve. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë na i përmendi disa ngjarje tek popujve që kanë qenë para muslimanëve se si i kanë marrë dhe i kanë vendosur me një grop, pastaj me sharr ashtu prej majës kokës deri në fund i kanë çaa me sharr derisa kanë mbyt, apo thotë me krehër të hekurit metalt, ja u kanë shkput mishin nga eshtra derisa kanë vdek. Mirë po thotë kjo nuk i ka zbravs nga feja. Ka bërë që ata me ndru fen. Pastaj thotë na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yatimanna hadha al-amr. Thot pasha Allahu, thot Allahu ka me plotsu këtë çështje pra fenë e tij. Thot hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut. Derisa udhari thot muslimani ka më udhëtu prej Sana'a atje në Yemen deri në Hadramaut, krahinë e gjatë. Thot la yakhafu illa Allah. Edhe s'kam jotut kërkuj tjetër përveç Allahut, aw dhi'ba ala ghanamihi, apo ujkut për kopenë delëve dhënve që ai ka. Walakinnakum tasta'jilun. Mirë po thot na tha jo po guteni. Pra këto janë ligje sprova që njerëzit kalojnë për tonë jetën e kësaj bote që i kanë vendosur Allahu dhe janë si shenjë se ndihma e Allahut është afër, çlirimi i Allahut është afër. Po ashtu edhe për porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe kjo, siç transmeton Enes radhiyallahu an, yasiru wala tu'assiru, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Wa bashiru wala tunaffiru, përgëzoni njerëzit, fusni gëzim e lumturinë mesin e njerëzve, wala tunaffiru, mos i largoni, mos i irritoni nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah me hamsam dhe zërë beshiru përgëzoni, do mënyra juve e jetesës, qoftë në raport me veten, qoftë në raport me tjerë, me kanë gjithmonë kjo dhe më që përgëzimit. Bon punë të mirë, gëzohësh përgëzon veten tane se Allahu ka me shpërbly, Allahu ka me ta pranu. E sheh dikon tjetër për muslimanëve, duke e bani punë të mirë, shpërgëzoje. Thuaj lumi ti, Allahu ta pranov këtë vepër të mirë, Allahu shpërblev. E lutë Allahun subhanahu wa taala, ki mendim mirë se Allahu ka me ta pranu lutin. Pse se Allahu vëllezër na ka tregu për ta në Kur'an, ka thonë wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thënë lutmoni mua, unë do t'ju përgjigjem. Sot ka pas për bezave të parë të Islamit që kanë thënë men wuffiqa lid-du'a falyubashshir bil-ijab. Nëse Allahu të ka dhënë sukses me lut Allah na derdije se ka me të pranu lutja. Se ka pas për tyne që kanë thonë unë nuk e bëj gajle se apo e lusë Allahun apo jo. A nuk po e bëj gajle apo më pranon Allahu lutjen apo jo. Thotë më bëj gajle apo e lusë Allahun. Se e di se në moment që e lusë Allahun, nuk vënon përgjigje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urrejt pesimizmin
ndërsa i ka pëlqy optimizmi edhe shpresa. Si tham, njeri kur jeton me shpresë, jeton me optimizëm, kjo bën që ai me kanë aktiv, me nxitu drejt punëve të mira, qoftë në dunja, qoftë punëve fetare. Ndryshe nga njeri edhe kur ka plot nga pesimizmi edhe dëshpërimi, ka me jetu i zbrapsën, ka me jetu i imposhtur, i thyer, me zemër të ngushtë, me shpirt të ngushtë, nuk ka mundësi me ecë përpara me punë të mira, edhe nëse punon diçka, e kryen domosdoshmë sikur po e shtin dikush shka me zor. Ose pra, kjo me kanë si shenjë dalluese jotja në jetë, me kanë njeri optimist, me kanë njeri që ki shpresë të madhe në Allahun subhanahu wa taala, mirë po si tham me punë vëllazër. Se shpresa pa punë është mashtrim. Për hapë optimizmin, shpresën edhe në mesin e njerëzve, e sheh dikë që është kaplu nga frika, mundohu mja hek atë frikë e cila e ka kaplu shpirtin e tij, mundohu me fut siguri edhe qetësi në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij. E viziton një njeri të smund, që e ka sprovu Allahu me smundje, përgëzoje me khajr, thuj ti e në khajr, ti e në mirësi, Allahu shpërblen për këtë smundje, për këtë sprovë, Allahu t'i fshin gjunahet. Po ashtu ja kujton realitetin e dunjas, që dunjaja domethënë është e tillë, me sprova ndryshme, edhe po ashtu ja kujton se padyshim mas vështirësisë vjen lehtësimi, inna ma'al usri yusra. Është e pamundshme ja kujton, ja sjell ndërmend se është e pamundshme që dunjaja me vazhdu gjithmonë me një gjendje. Nuk mundet me kanë. Po mas vështirësisë vjen lehtësimi. Po ashtu fut gëzim edhe lumturi, shkon e viziton dikon smut i thu sot kokë më mirë, e pas ka çehrën më mirë, çen ke më gëzim. Pra i zgjedh fjalët e mira, i zgjedh fjalët e bukura, në mënyrë që me fut vëllazër çka gëzim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit wala tunfiru. Përgëzoni njerëzit wala tunfiru, mos i irritoni. Mos i irritoni, mos i largoni njerëzit nga feja Allahu subhanahu wa taala duke u arëndu fejnë Allahu subhanahu wa taala. Do të qoftë edhe përmes adhurimeve. Mos i irritoni, mos i largoni nga rruga e vërtetë, për kundrazi, inkurajoni, nxisni njerëzit që me pasu fejnë Allahu subhanahu wa taala. Po vëzër gjithmonë me kanë optimist, gjithmonë me pas shpresë, edhe gjithmonë ti e din në veten tënde se ajo që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala patjetër komendon. Mirë po, ajo që ka kërkohet për i tërë vëllezër që ti me pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Mos me e pa jetën e zymt, mos me e pa jetën e errët përpara, mos me e pa domosdoshmë se dukan ngushtuar gjana. E sheh jetën plot dritë, e sheh domosdoshmë jetën që horizontin para teje gjerë. Edhe kështu jeton domosdoshmë me shpirt qetë, me shpirt që domosdoshmë kin paqen to, me zemër gjerë. Kundër të asaj nëse jeton pesimizëm, nëse jeton dëshpërim, atëherë jeton domethënë mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Dihen pasojat e kësaj pastaj që kemi pas në dunjan tonë edhe në fen tonë, në shëndetin tonë. Po këtë gjë njëri vëllezër mendon çdo gjë. Mendon, bën gjitha çështjet e jetës së kësaj bote, preokupohet se tepër me jetën e kësaj bote, i kushton vëmendje të madhe, edhe në këtë rast padyshim që jeta akoma të bëhet shumë e ngushtë vëllezër. Edhe punë që ai kry nuk i me mujt me i kry me rahati edhe qetësi shpirtërore. Dhe kjo tregon për bukurinë vëllezër të Islamit se si e ka ligjësuar vëllezër Islami optimizmin dhe shpresën dhe e ka ndalu edhe e ka urrejtë se tepër me pesimizmin edhe dëshpërimin. Vëllezër Islami na nxit që na me ka njerëz pozitiv, njerëz produktiv në shoqërinë ku jetojmë. Me ka njerëz dobishëm për veten tonë, mirë po edhe për tjerët. Shkon se hadithi i çuditshëm na transmeton Enesi radhiyallahu anhu, thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in qamat ala ahadikum alqiyama, nëse thotë arrini kiametin, thotë wa fi yadihi fasila, edhe në dorë keni një fidan bimës, thotë fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha, nëse mundesh thotë me e mbjell pa u bë kiamet, edhe pse e shesh që duke u bë kiamet, thotë mundesh me e mbjell pa u bë kiamet, thotë mbille. Shkon të zëllën këtë gjendje, shkon me shpresu hajr, me shpresu mirësi, edhe mu përpjek në punë të mira. Gjithashtu vëllezër, feja, ashtu siç na nxit, me ka njerëz optimist na ndalon, siç tham, nga dëshpërimi, nga humbja e shpresës, nga pesimizmi, po nga humbja e shpresës në mëshirën Allahu subhanahu wa taala,
edhe nga humbja shpresës nga përmirësimi i tjerëve. Shkon Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sa ka thënë: "Idha qala ar-rajulu halaka an-nas fa huwa ahlakuhum." Kur njeri thot janë shkatru, janë prish njerëzia, thot ai është më i keqi, më i prishur, më i shkatruar në mesin e tyre. Pse do të tash ai po shfaq ka pesimizëm. Edhe po deklaron se këtë njerëzit janë prish. Pra muslimani nuk duhet me thënë këtë fjalë. Përkundrazi, ti si musliman duhet me nxitu vëllezër dhe më përpjek me përhap mirësinë edhe hajrin në rrethin ku jeton. Çfarë është kuptimi i këtij hadithi vëllezër? Ky hadith pse na ndalon me thënë kështu janë prish njerëzit? Për arsye vëllezër se na nuk e dim thon sekretet e Allahut në krijesat e veta. Zemrat e njerëzve janë mes gishtave të Allahut, siç ka treguar pejgamberi, thonë i ndryshon si don ai. Sot janë pa udhëzum, nesër i udhëzon. Po ti nuk e din se si gjykon Allahu në krijesat e veta. Tjetra vëllezër njeri zakonisht kur e thot këtë fjalë, janë prish njerëzia, zakonisht e thot nga vetpëlqimi edhe mburrja, pra i do këtë vetja se ka arrit diçka, edhe thot nga mendje madhësia, edhe nënçmimi edhe për ulja të tjerëve. Pra mendon se është më i mirë se ta. Shta po thotë për anëson fa hua ahlakuhum, ai është më i keqi, më i prishur në mesin e tyre. Bon ai që mas shumë të e meriton dënimin Allahut këtë rast jeti nëse e thu këtë fjalë. Po ashtu ka në transmetim tjetër fa hua ahlakahum me fatha me zanoren e, ai nëse thotë kështu ai ka shkatruar njerëzit. Qysh do të thonë ti e bash shkak që mu përhap çka dëshpërimi edhe pesimizmi në mesin e njerëzve. Se ti thu jam prish njerëzia, dikush dëgjon ty e përhap këtë fjalë, tjetri e përhap këtë fjalë dhe kështu përhapet vëllezër e keq janë mesin e njerëzve. Edhe njerëz kaplohen nga dëshpërimi edhe nuk marrin mundin pastaj me i përmirësu të këshillat në rrethin ku jeton. Mirë po, nëse njeri e thot këtë fjalë vëllezër për shembull nga aspekti se shfash pikëllim, jo nga mendjemadhësia, jo nga mburrja me veten, vetpëlqimi, nga domethënë ai se duket vetja më i mirë se të tjerë. Mirë po, e thot domethënë kështu nga pikëllimi që e sheh pe gjenit njerëzve, inshallah nuk ka të keqen to. Pra muslimani kur nuk do të më u shpresat mëshirën e Allahut, madje edhe kur i bën gjuna Allahu subhanahu wa taala. Shpreso faljen e Allahut edhe mëshirën e Allahut. Këto na shëron vëllezër Allahu në Kur'an, e pashtu edhe pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe të tij. Thot Allahu: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj o robërit e mi që e keni ngarku veten me gjunahet shumëta, e keni tepruar me gjunah. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Se Allahu vërtet i fal gjitha gjunahet. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahu është ai që fal shumë edhe shumë i mëshirshëm. Shkonzër Allahu subhanahu wa taala po i nxit robërit e tij që e kanë tepruar me gjunahe, janë zhyt në gjunahe, po i thret që mos me humb shpresën vëllezër mëshirën e tij. Mos më ran dëshpërim, mos më ran pesimizëm. Mirë po çka kërkohet prej teje në këtë rast, me nxitu vëllezër me u pendu. Duke shpresuar mëshirën edhe faljen e Allahut. E jo vetëm mendoj vëllezër, se ky ajet vëllezër ka zbrit, siç thonë dietarët e tefsirit, për ata që pendohen. Pa dëshiron faljen e Allahut, pendohen. Shkonzër, ata që pretendojnë se Allahu ka bashortë, Allahu na ruaj, apo Allahu ka nan, apo Allahu ka fëmijë, besimi devijum domethënë. Edhe ata Allahu i ka nxit drejt pendimit vëllezër. Pasi që përmend besimin e tyre të prishur edhe të kot, çfarë thot Allahu në fund, thot efala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. A nuk po pendohen ata te Allahu, a nuk po kërkojnë falje te Allahu, ndërkohë që Allahu është që fal shumë edhe shumë i mëshirshëm. Por thotë hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kudsi. Hadith kudsi është fjala e Allahut që na ka transmetuar pejgamberi sa në formë të hadithit. Thot Allahu subhanahu wa taala thot robi im thot bëri gjuna dhe tha o Allah ma fal gjunahun tim. Thot Allahu te baraka wa taala tha robi im bëri gjuna dhe e diti se e ka Zotin që i fal gjunahet, mirë po edhe që ndeshkon për gjunahun. Pastaj edhe një herë ka vepruar gjuna, pastaj edhe herën e tretë. Në fund Allahu i thot i'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak. Bëj çka dush, thë unë sot të kum fal gjunah. Pra nuk është qëllimi vëllezër, nuk duhet me kuptu këtë hadith që ky hadith na legjitimon bërjen e gjunaheve, jo. Hadithi është vëllezër na tregon qartë se nëse je njeri që
sa herë bën gjuna, më njëherë nxiton, njëherë shkeq edhe pendohesh te Allahu subhanahu wa taala, i plotson dhon kushtet që kërkon prej teje, me tu pranu pendimin, atëherë Allahu të fal. Pra nuk duhet me humb shpresën mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër, pejgamberi alayhis salam ka treguar se inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar. Allahu e shtrin, e zgjat dorën gjatë natës që mu pendu ai që ka bërë gjunahe gjatë ditës, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl. Edhe e shtrin dorën e tij gjatë ditës që mu pendu tek ai, e pranu pendimin e atij që ka bërë gjunahe gjatë natës. Kështu thot vazhdon çdo ditë hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, derisa dielli të lind nga perëndimi, që është prej shenjave të mëdha të kiametit, ma ku mbyllet dera e pendimit Allahut. Ose këto tekste fetare, këto ajete, këto hadithe, na konfirmojnë çka që thamë vëllezër, se Allahu ka mëshirë të madhe, se Allahu subhanahu wa taala na thret që na më u kthy me pendim tek ai, mu pendu nga gjunahet, edhe njëjtën kohë mos me humb shpresën vëllezër nga mëshira e Allahu subhanahu wa taala. Ose pejgamberi sa si transmeton Abu Huraira ka thënë inna lillahi mi'ata rahma. Allahu i ka një mëshira, anzala minha rahmatan wahidatan bayna al-jinni wal-insi wal-bahaimi wal-hawan. Një pjesë saj thotë ka zbrit në tokë, edhe ka ndan mes njerëzve, gjinve, kafshëve, insekteve. Thot fabiha yata'atafun, me këtë mëshirë që ka zbrit Allahu në tokë, ato tregojnë dëmshurinë ndaj njëra tjetrës, wa biha yatarahamun, me to mëshirohen mes vete, wa biha ta'athifu al-wahshu ala waladiha. Për shkak kësaj mëshire thot egërsira, pra ai është natyrën e vet, është ban që i gjun kafshë tjera dhe i han. Pra kafshë e egër egërsir thot ta'athifu ala waladiha. E shese tregohet plot dëmshuri dhe me mëshirë ndaj të voglit saj. Thot wa akhara Allahu 99 rahmatan, përsa Allahu i ka rujt 99 mëshira, jerhamu biha ibadahu yawm al-qiyamah, me cilat komi mëshiru robrit e tij në ditën e kiametit. Për të vëllezër hadithi tjetër kudsi ku Allahu thot yabna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Thot o biri Ademit, thot njeri, pra o njeri, përderisa ti më lutesh mua, shpreson mua, thot unë t'i falit gjunahet që ti i bën, edhe nuk brengosim fare. Yabna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama. O biri Ademit, edhe nëse gjunahet e tua e arrin kupën e qiellit, pra deri te ret atje, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Pastaj kërkon falje prej me, thot t'i falit gjunahet, edhe nuk brengosim. Shkon dhe kushti pra, me kërku falje prej Allah. Yabna Adam innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. O biri Ademit, nëse me takon në ditën e kiametit me gjunahe sa hapësira e tokës, sa madhësia e tokës, thot unë do të takoj ty me po aq falje të gjunaheve. Do të pavrem vëllezër çan to hadithe se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër i ka përgëzuar njerëzit, edhe nuk ja u ka humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe një të kohë po na nxisin vëllezër që na me bë punë të mira. Mu pendu edhe me bë punë të mira nëse dëshiron me të përfshi kjo mëshirë e gjerë Allahu subhanahu wa taala, siç thotë wa rahmeti wasi'at kull shay. Dhe mëshira ime, thot Allahu, përfshin çdo gjë. Dhe tash dikush mundet me pyet cilat janë ato shkaqe që ty ndihmojnë që me pas shpresë dhe mirëbesim, mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Për këtyre vëllezër janë disa. E para është, siç e thekëm, thon gjithmonë gjatë jetës me të shoqëruar mendimi i mirë në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj me besu në caktimin bindshëm, me besu në bindshëm caktimin, kadan dhe kaderin e Allahu subhanahu wa taala. Pastaj me ju mbështet ashtu siç duhet Allahu subhanahu wa taala, duke i marrë shkaqet. Pra dëshiron lumturi në këtë botë edhe në botën tjetër, atëherë për shkaqeve është vëllezër imani, besimi i fortë në Allahun subhanahu wa taala, edhe me bashkangjit saj punë të mira. Jo vetëm iman, jo produktiv vëllezër, iman veç me gjuhë, mirë po pa vepra gjymtyrve. Pra imani vëllezër është ai që ty të nxit, që ti me pas shpresë, që ti me mu pajis me durim, me sabër, që ti me kanë i kënaqur me atë që ata ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër vëllezër është që ti më u bën mirë njerëzve, me fjalët e tua, me punët e tua. Kur ti u bën mirë njerëzve, kjo sjell lumturi në jetën tënde. Sjell mirësi edhe ti largon këqijat edhe damet. Ta realizon vëllezër shpresën edhe qetësinë, paqen shpirtërore. Po ashtu vëllezër mu angazhu me dije dobishme,
qoftë dije fetare, qoftë dije dhe dunjallaku, të prish punë kryesore me kanë dije dobishme. Po ashtu mu angazhu me punë të mira. Kur ti ndërmerr gjitha këto, atëherë nuk i ka kohë ma që me i majt met aty të brengat, piklimet të gjanat që ta sjellin pesimizëm edhe dëshpërim në jetë. Siç është shqetësimi sot që i kap njerëzit në frika për të ardhmen. Përkundrazi kur ndërmerr këto shkaqe, këto të bajnë që ti me kanë gjithmonë i tillë që më shpresu hajër dhe mirësi të Allahu subhanahu wa taala. Pra dëshiron me jetu jetë tillë, duke shpresu mirësinë dhe mëshirën e Allahut, atëherë mos e angazho mendjen tënde, zemrën tënde në diçka tjetër përveç se me punë të sodit, me kurrë tjetër. Mos e hum kohën duke i majt med në kalumën, duke u piklu për të kalumën, se kjo nuk sjell kurfar dobi, ajo ka shku, domethënë nuk kthehet. Po ashtu mos e angazho mendjen tënde, mos e shti veten në siklet edhe në ankth, edhe në stres, për shkak të ardhmës, se çka të sjellë ardhmja, sa ajo është e fshehtë, ti nuk e din, ndoshta nuk jeton me arritë, ajo është në dorë të Allahut. Mirë po me kanë çka biri qasit dhe biri sotit, mu angazhu këshyr sot, qa po lyp Allahu për i teje sot. Si obligim ndaj Allahut, obligim ndaj krijesave, me çka ta angazho. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. O Allah, më ruaj nga el-ham dhe zërëshka brenga për të ardhmen. El-hazan është piklimi për të kalumen. Se këto e dëmtojnë njeriun, andaj vetë fakti se pejgamberi sa me kalut Allahun që më mbrojt për tyre, kjo tregon vëllezër se janë gjëra shumë të rrezikshme. Po ashtu pe gjëra vëllezër që sjellin qetësi dhe rahati shpirtërore edhe ta sigurojnë lumturinë është me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Me shpeshtu sa më shumë dhikrin. Kjo t'jep qetësi vëllezër në zemër, paqe në zemër edhe në shpirtin tonë, mendjen tonë, stabilitet në fe. Të mundson që me kry punë të mira, t'i leson kryerjen e punëve të mira, ta leson përballjen me vështirësitë e jetës. Sa më shumë e përmend Allahun, me ba dhikr. Thot Allah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot Allah, vini re me përmendjen, vërtet se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhe muslimania duhet me shpeshtu sa më shumë dhikrin, si thot pejgamberi sa gjuha jote le të jetë vazhdimisht e lagun me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdimisht lexo Kur'an, përmend Allahun, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Shpeshto sa më shumë istighfar, sa më shumë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo t'jep qetësi vëllazër, t'jep forcë shpirtërore, edhe forcë fizike. Po ashtu vëllazër, pe gjanave që ta rrisin anën, shpresën edhe pozitivitetin jetë është që me i sjell ndërmend begatitë shumëta që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala. Kur ndalë vëllazër njëri dhe mendon se sa shumë begatitë ka jep Allahu subhanahu wa taala, patjetër që kjo të bën që ti me ka njeri i lumtur. Se begatitë vërtet vëllazër, begatitë Allah që na ka jep Allahu janë shumëta. Allah thot wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah ju ka mbulu me begati. Këtë që i ki wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo begati që e keni prej Allah. Andaj kur i sjell ndërmend këto, kjo patjetër bën që ti ke me falendëruar Allahun edhe me i harru brengat edhe piklimin. Edhe të bën që me i shiku tjerë që janë të privuar për këtyre mirësive, begative që i ti ka jep Allahu. Andaj kur i shet tjerë që janë sprovuar, nuk i kanë ato që ti i ki, atë kjo të bën që me ul kokën, mu turpru edhe me falendëru Allahun subhanahu wa taala, edhe të bën që me i harru brengat edhe piklimin. Mos më kushtu shumë vëmendje. Allah thot innal insana li rabbihi lakanud. Vërtet se njeriu në raport me Zotin e tij është kanud. Çfarë do të thonë kanud? Dietarët kanë thënë është i numëron fatkeqësitë kurse i harron begatitë e shumta që i ka jep Allahu. Në moment që goditesh për fatkeqësive, për gjanave që s'të pëlqejnë, fillon ai numëron edhe ankohesh. Kurse sa begati që i ka jep Allahu, ato krejtska i harron. Po ashtu vëllazër, sa më shumë me lut Allahun subhanahu wa taala, lutë Allahun që më të jep qetësi shpirtërore, paqe të mendjes dhe të shpirtit. Lutë Allahun që më ta përmirësoj dunjan, lutë Allahun sa më shumë me ta përmirësoj fen. Po ashtu pe gjana vëllazër që mos me shku mrapa gjanave imagjinare, inekzistente, që realisht domethënë janë të pavërteta. Shkon edhe shumë prej këtyre brengave, piklimeve, streseve që ai kapin njerëz, vinë se rezultati i mendimeve të këqija që ai kanë ose pritshmërive që në të ardhmen komendon çka diçka e keqe. E pasaj kjo si i shkakton brenga, i shkakton angst, stres, presion të madh psiqik, nervor.
edhe shkakton edhe smundje ndryshme pasaj në trupin e tyre në shëndetin e tyre. Po ashtu vëllezër, mu mbështet në Allahun sa më shumë, me realizu tevekuli mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala, me pas mirë besim në Allahun, besoj Allahut. Ti vazhdimisht do me ngjes edhe mbrëmje çka thu 3 herë raditu billahi rabban, jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, jam i kënaqur që Muhamedi alayhi salatu wasalam është pejgamberi im, wa bil islami dinën, jam i kënaqur që feja ime është Islami. Andaj përmbaju kësaj, je i kënaqur që Zoti yt është Allahu, do çka ti dorëzohesh tërësisht Allahu subhanahu wa taala, i mbështetesh tërësisht atij, i lën punët e tua në dorë ti. Thot Allahu, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Kushdo që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atina. Mjafton Allah. Pastaj do të më sjell vetë ndërmend se shumë për këtyre shqetësimeve, brengave, sikleteve që i shfaqen njeriu të realisht janë vetëm gjëra imagjinare, jo reale. Pastaj shkon e prej shumë gjanave që njerëzit sot friksohen. Realisht domethënë çka ndoshta një përcindje tepër e vogël ndodh prej asaj që frikohet njeri. Andaj nuk do vëllezër kështu domethënë kjo anë e negativitetit, edhe pritshmërive, gjanave të këqija me ta mujt atë anën e pozitivitetit edhe mendimit mirë në Allahun subhanahu wa taala. Mos më leju vëllezër që me ta prish rahatin shpirtërore në gjë të tillë. Kur ti e ki Allahun Zot, i cili vazhdimisht është kujdes për ty, prej momentit që e kanë barkun e nanës e deri tani. Andaj pse me pas mendim të keq në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu edhe për gjanave tjera është, si tham, në përgjithësi angazhohu me gjana që të sjellin dobi, angazhohu me gjana që e largojnë brengën dhe pikëllimin nga vetja jote dhe të sjellin lumturi. Jeta është shumë e shkurtër vëllezër. Jeta është shumë e shkurtër, anë mos e shkurto, hala më shumë duke u brengosë tepërmi, mas gjanave që nuk ja vlen dhe mu brengosë edhe me shkatru shëndetin mrapa aty. Të ka begatu Allahu me begati, falenderoj Allahun. Është bërë dikush për i krijesave shkak që ty me të ardhni begati, falenderoj ato. Thot pejgamberi sa la yashkurullaha man la yashkurun nas. Nuk është falendërues ndaj Allahut ai njeri që nuk i falenderon njerëzit. Kur e falenderon dikon, tregosh falendërues ndaj tij, padyshim që me këta kimë përhap vëllezër, çka kimë përhap lumturi, kimë përhap gëzim në mesin e njerëzve. Po ashtu kur goditër si standet nga fatkesitë ndryshme, nga sprovat e belat e ndryshme, atëherë çka mbështet ju Allahu subhanahu wa taala përballoj ato me durim edhe me sabër. Mos ju shpresën në shirën e Allahu subhanahu wa taala, mos bin dhe shprim. Mirë po gjithmonë prit mira edhe prit e largimin e këtyre vështirësive nga Allahu subhanahu wa taala, edhe je stabil edhe i qëndrueshëm në fenë Allahu te baraka wa taala. Po ashtu vëllezër më jasillën vetë ndërmend se dunjaja nuk ka me ardhur këtu më kënaq, edhe me kanë komod dhe rahat. Edhe se gjendjet e saj shka vazhdimisht ndryshojnë, por me kuptuar realitetin vëllezër dunjas. Por nuk është vend vetëm i kënaqësive, i gëzimeve, lumturimeve. Vazhdimisht ndryshon gjendja e saj. Ke qenë mirëqenie, mundesh mos provu me gjëra të vështira. Ke qenë varfrin, smundje, Allahu nuk ti vazhdon gjithmonë ato, smundjen ta zaventson me shëndet, varfrin me pasuri e kështu me radhë. Thot Allahu wa tilka al-ayamu nudawiluha bayna an-nas. Kështu thot Allahu, këto ditë ne i ndryshojmë mesin e njerëzve, sipas drejtësisë edhe urtësisë absolute të Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur je i përgatitur vëzë shpirtërisht, edhe kupton këtë mënyrë realitetin e dunjas, atëherë kimë pas shumë lehtë që mos më ranë në dëshpërim edhe me i humbë shpresat, e po ashtu kimë pas lehtë pastaj që me duru edhe me prit çlirimin prej Allahu subhanahu wa taala. Se e din që përfundimi është wal aqibatu lil muttaqin, se Allahu përfundimi është për të devotshëm. Po ashtu vëllazër, si tham te istighfari dhe nërë kërkimi falës të kthehemi kësaj teme, se shumë e rëndësishme ke ba gjuna, si që vëllazër gjunaat kanë pasojë të rënda, një prej pasojëve gjunave është se domethënë të kaplohet shpirti edhe zemra jote me brenga, pikëllime dhe shqetësime ndryshme. Pra nuk nihesh rahat, se e ke kundërshtu urdhrin e Allahu subhanahu wa taala, e ke shkel një obligim prej obligimeve të Allahut. Mirë po, moment që bën gjuna, më një herë nxito, pendohu te Allahu subhanahu wa taala, bëj istighfar. Kërko prej Allahut që më të fal. Thot pejgamberi alayhis salam, kullu bani adam khata'un. Krejt njerëzit janë gabimtar, wa khairul khata'in at-tawwabun. Mirë po, ata që gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Po ashtu ka thënë pejgamberi, vallahi thot pashallah sikur mos të bëni gjunahe,
Thot Allahu kish më ju largu juve do të sillte njerëz që bajnë gjuna, pastaj kërkojnë falje për Allahut, pastaj Allahu çka i fal ata. Kjo është mirësia e Allahut, dhe Allahu ta ka hap derën e pendimit. Edhe të ka ndalu që mos me humb domosdoshmë çka shpresën, mos me humb shpresën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe na ka ndalu dhe Allahu që mos mu mashtru mas vezveseve të shejtanit. Shkon dhe shejtani çfarë armiku është, shtin me bë gjuna, pastaj çka ta humb shpresën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Thot qysh po kërkon falje prej Allahut kur ti po vazhdon po bën gjuna, ki gjunaha të shumta. Kur po je vet po bën gjuna, kur po del para njerëzve po tregosh njëri i mirë, kjo është prej dy fytyrësisë. Po të mundohet kështu çka me ta humb shpresën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po ti nuk duhet me i dëgju vëllezër këto. Këto janë prej shejtanit. Ti duhet me nxitu në pendim. Sado që rritën gjuna, nuk ka gjuna që nuk mundet me e falë Allahu subhanahu wa taala. Asnjë gjuna nuk është i pamundshëm, do që mos me e falë, është nuk i pamundshëm për mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Këtë gjuna ti falë Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i falë gjitha gjuna. Sado që është i madh gjuna. Po nxito pendohu duke shpresu mëshirën edhe faljen e Allahu subhanahu wa taala. Nëse i ki këto cilësive që i cekëm gjatë jetës, atëherë padyshim që me jetu jetë qetë, jetë lumtur shpirtërore, që me pas mendim mirë në Allahun subhanahu wa taala. Që me bë jetë qetë, edhe kur përballesh me vështirësi, se e din se kjo është prej caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Moment që e kupton se kështu e ka caktuar Allahu, atëherë të shqetësohet dhe shpirti edhe zemra jote karshi i këtij caktimit të Allahut te baraka wa taala. Për dobive tjera vëllezër është se kur ti je optimist edhe ki shpresë, dietarët kanë thënë kjo është rrugë që të çon drejt xhenetit edhe shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe tregon për imanin e plot, mendjen e plot që e ka njeriu. Po ashtu vëllezër, optimizmi bën që lidhjet mes muslimanëve me kanë ashtu siç kërkohet, me kanë lidhje të forta. E kjo pastaj bën që edhe kur lidhjet mes muslimanëve janë të forta, janë të qëndrueshme, edhe shoqëria ku ata jetojnë vëllezër me kanë e tillë. Shoqëri ku dominon optimizmi, shpresa, sakrifica për tjetrin, ndihmesa ndaj tjetrit, ngushëllimi gjatë provave, gjatë vështirësive, solidariteti me tjerë. Po ashtu vëllezër, kur cilësohesh me shpresë dhe optimizëm, në jetën tane siç e cekëm nuk ka ma vend për siklet, për stres, për shqetësime, për brenga, pikëllime. Nëse të ik diçka, s'ke mujt me realizu diçka që e ke dëshiru fort, apo ndodh diçka që nuk të pëlqen, atëherë çka i dorëzohesh Allahut subhanahu wa taala. Edhe pret mirë edhe pret mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, shpreson shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Për shkak durimit që e bën. Edhe mendimit mirë që e kin Allahun subhanahu wa taala. Ose pra optimizmi, shpresa aty ndihmon që ti me i të i kalu krizat e jetës. Me shikutar vëllezër, edhe me këta po përmbyllim një aspekt të rëndësishëm të optimizmit edhe shpresës në jetën familjare. Këtu na shpërfaqet qartë pastaj roli i babës edhe i nanës. Pra baba edhe nana, prindrit, kanë një rol vëllezër shumë të rëndësishëm edhe të pazaventueshëm në mbjelljen e optimizmit edhe shpresës në zemrat edhe mendjet e bijve dhe bijave të tyre. E kjo vëllezër shfaqet në disa pika. E para është që ti si babë edhe ti si nanë duhet me kanë shembull i mirë për fëmijët e tu. Çfarë do thotë kjo? Do thotë ti si babë edhe si nanë me shfaq optimizëm edhe shpresë para fëmijëve tu. Me shfaq pozitivitet në raport me tjerët edhe në raport me fëmijët e tu. Po ashtu edhe në raport me njëri tjetrin, bashkëshortet mes vete. Me shfaq, domethënë fëmia tu me të pa ty si baba dhe si nanë se ti ju dy po bisedoni mes vete me fjalë të mira, me buzëqeshje, me sjellje të mirë. E kur shef fëmia ashtu, patyshim vëllezër se kjo ja lumturon edhe akzon se tepër me zemër. Edhe shpirtin. Edhe ndikon në të ardhmen që fëmia vëllezër me pas këtë cilësi pra të optimizmit edhe shpresës. Edhe e kundërta Allahu na ruaj. Andaj vëllezër prej gjërave që shumë të rrezikshme që e dobësojnë anën e optimizmit tek fëmia është që kur prindët vëllezër, baba dhe nana flasin para fëmijëve për gjëra negative gjithmonë. Gjithmonë veç negativitet përhapen. Dukuritë e këqija në shoqëri. Ki kujdes. Mos i mbill këto gjëra në mendjet e njoma edhe në zemrat e njoma të fëmijëve. Nuk është këtë mënyra e mirëfillt e edukimit.
Mos i mbush domethënë mendjet edhe zemrat e tyre të njoma me urrëtie ndaj rrethit shoqërisë ku jetojnë, duke përmend vetëm gjëra negative, duke përmend vetëm pesimizëm. Se kjo dije se veç kime i dëmtu me këta nuk kemi sjell kurfar dobije. Me marr shembull vëzë praktik, për shembull ki kujdes mos fol domethënë për të këqijat, për shembull mësuesit edhe mësuesës në prezencë fëmijëve. Pse se në moment që ti i shfaq domethënë defektet, edhe të këqijat, edhe anë negative, për shembull mësuesit apo arsimtar, kush do të qoftë domethënë që merren me arsimimin e brezave. Nëse vepron kështu atëherë dije se kime e dëmtu mas pari fëmijët e tu. Pse se kime i privu nga marrja e mësimit, njohurive dhe edukatës prej tyre. Se fëmija ma e ka këtë pengesë barierë mes tij dhe mësuesit vet, domethënë ma nuk i beson. Po ashtu edhe për gjanave që i porosisin babën edhe nanën është që për gjanave që kanë ndojnë me mbjellin e optimizmit dhe shpresës e fëmijëve të tyre është që me bash prehi vëllezër, me bash prehi që mi u dhan hapësirë fëmijëve që edhe ata mi dhan mendimet e veta. Edhe ata me fol, edhe ata mu shpreh, edhe ata mu bë pjesë e zgjedhjes problemeve. Jo me bë mendi se ata gjithmonë janë pjesë e problemeve. Po mi dhan mundësinë që edhe ata mu shpreh, edhe ata me zgjidh vëllezër probleme. Po ashtu vëllezër për gjanave të rëndësishme është që nëse ndjanin për fëmijëve për shembull, dështon gjatë jetës. Për shembull, ngel dikun atje në shkollë, dështon me ndonjë provim, apo nges prapa me ndonjë rrafshëve sferave të jetës, atëherë obligimi yt si prind është se ti me i qëndru krah vëllezër. Edhe me përkrah, edhe me ndihmu që me e kalu këtë situatë rëndë dhe vështirë, me ndihmu, jo me elan, më dohan çka në zhgënjim, jo me tall, jo me përqesh, me etiketu pastaj me thanë që ti je njeri i dështum, je njeri kështu apo ashtu, se kjo pastaj ka me ndiku negativisht të këta, edhe mundet mu bash kaq që ai me deviju për rrugës të Allahu subhanahu wa taala, edhe pastaj me hy rrugëve të këqija edhe në shoqëni të këqija. To është ndërsa këshilla, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që shpresojmë që është përçu mesazhi i këtij dersi, lutim Allahun subhanahu wa taala që na sjell dobi me atë që dëgjojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala më na shtu dijen e khairit wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.